Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pas takimit me homologun Ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se po e konsideron mundësinë të dërgojë Ukrainës më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore Patriot për të mbrojtur nga sulmet e intensifikuara të Rusisë. Takimi është zhvilluar në samitin e NATO-s që është mbajtur në Hag. Të dy liderët kanë bërë të ditur se takimi afro 50 minutësh ishte hap pozitiv për t'i dhënë fund luftës që tashmë ka hyrë në vitin e saj të 4. Gjatë konferencës për shtyp, presidenti amerikan ka thënë se armët e këtij lloji janë shumë të vështira për të marrë, por se do të shohim nëse mund t'i bëjmë disa prej tyre të disponueshme. Duke folur para medias, ai pati edhe një episod që u bë viral, pasi një gazetare ukrainase zhvilloi një bisedë emocionuese me presidentin e SBA-s. Where are you from? I'm from Ukraine. So my question to you A do t'i jepni Ukrainës sisteme mbrojtëse Patriot? Ishte pyetja e saj. Trump fillimisht e pyeti nga ishte dhe kur gazetarja i tha se ishte nga Ukraina dhe se burri i saj ishte ushtar ndërsa ajo jetonte në Oslo me fëmijët, atëherë presidenti amerikan deklaroi: my husband is there. Wow. And I can see you're very, it's amazing. And me with the kids, I'm in Warsaw. We're going to see if we can make some available, They're very hard to get. Në rregull, më lejo të them se ne do të shohim nëse mund të vëmë disa sisteme në dispozicion. Janë shumë të vështira për të siguruar. Edhe ne kemi nevojë për to. Kemi furnizuar Izraelin dhe janë shumë efektive, 100% efektive. Ishte një pyetje shumë e mirë. Ju uroj shumë fat. Shoh që kjo gjë ju prek vërtet. Prandaj dërgojini një përshëndetje burrit tuaj. I can see it's very upsetting to you. So say hello to your husband, okay? Trump përsëriti se ka biseduar disa herë me presidentin rus Putin, por kjo ishte lufta më e vështirë për të zgjedhur në krahasim me luftrat e tjera.